Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së peshqive. Uroj të jeni mirë. Kam marrë ca ankesa që nuk po dëgjohem mirë, kam ofruar mikrofonin, mute goja, ta them kështu, dhe uroj vërtet që mundi im mos më vete kot të dëgjohem në plotni. Letrat i kam hapur të dashur peshqi dhe filloj me letrën e parë. Nuk do thot patjetër dashuri, edhe pse është zëmra aty, flet për dashuri, por që jemi në situata të ndryshme dhe mund të jetë gjithçka. Dikush ka hyrë në energjinë tënde me butësi, ndjeshmëri dhe qëllim të mirë. Ai apo ajo është i ngadalshëm, por me qëllime të pastra. E sheh me kujdes, por nuk nxitohet. Të ofron ndjenja jo dram, është ajo që ndoshta s'flet shumë, por e ndjen shumë. Por a mjafton vetëm kjo për të ndërtuar diçka të qëndrueshme? Letra poshtë ky qëngjë me këtë zemër. Kjo është zemra që hapet një mundësi për dashuri të pastër, që mbërrin si një dhuratë, kjo mund të jetë një ndjenjë re ose rilindje, diçka e të vjetër, por me shpirt të ri. Kjo është shtesa që zemra jote të rizgjohet, por duhet që edhe ti të jesh i gatshëm të japësh, jo vetëm të presësh. Magjistari, ti ke gjithçka që të duhet për të krijuar një marrëdhënie të bukur, ose për të marrë në dorë jetën tënde emocionale. Magjistari është ai që nuk pret fatin, por e krijon. Kjo letër thot, ti je në kontroll, apo i ke në kontroll, ti e di çfarë do, a do të veprosh? Mjafton të mos e përdorësh fuqinë tënde vetëm për të mbrojtur veten, por edhe për të hapur zemrën. Dhe letra e 4 thot, është energji e vendimit të ndërgjegjshëm, nuk mjafton ndjenja, duhet që dikush të tregoj veprime për kushtim, stabilitet. Ky kalorës këtu është më praktik, më i vendosur, më këmbë në tokë. Dhe letra të pyet, apo vjen ky person vetëm për ndjenje të bukura, apo edhe për qëllim serioz? A është i gatshëm të ndërtoj bashkë me ty, apo vetëm ti, apo je vetëm ti që je aty ndër tokë? Ta them, jo e qashme fort. Për ta përmbledhur leximin që të jetë më i kuptueshëm për të gjithë, mesazhi juaj është kjo, të dashur peshqi. Zemra jote është në një fazë ku është rizgjuar ndjenja. Duket sikur një energji e ëmbël, e ngadalt, por e sinqert, por troket në ty. Dhe kjo është diçka e bukur, por ti tashmë nuk je aty vetëm për ndjenje të bukura. Dëshiron një vërtetësi, një stabilitet. Tani është koha për të parë, jo vetëm çfarë po ndjeni, por çfarë bëni me ato ndjenja. Kush do të qëndroj? Sa do të qëndroj, si do jetë ajo, kush do marr hapin, kush do të ndërtoj bashkë me ty, jo vetëm të ndroj. Një ndjenje pa veprim është si një pemë pa rrënje, mund të rritet shpejt, por bie lehtë. Dashuria është një magji, të dashur peshqi, por funksionon vetëm kur edhe ti je gati të krijosh, vetëm, jo vetëm të ndjesh. Do thot, të hapur në të dyja anët, diçka serioze, çfarëdo që të jetë situata, jo vetëm dashuri, që të jeni gati të pranoni para se të veproni.